Zakoj në shku Karika Keqe. Edhe pe aty në fshatin Madana jena nalë. Pe i fshatit Madana kemi nejt një ditë aty, edhe mbrami jena hinë qytet. Jena hinë qytet, jena ndonë 3 grupe si fillim. Unë kam vazhdu në blok 3 me komandantin Abdullah Valin, Halil Krasniqi u konë, edhe 2 tjerë, po me emnë, po harroj me emnë, s'po më kujtohu në emnë talon. Edhe me angazhime, edhe me të bo djemë 3 të jafru. Një 2 javë, 3 qështu. Nuk e disha idenë si tisha, ka du të më shku, ka është qyteti, ka hymja, ka dalë. Isha hera e parë se isha në Gjakovë. Veç ka bëshim lëvizje vetëm natën, se ditën s'kishë shansë. Po, se ka pas aty, jem konë sërb të fokusum. Aty në stabi ke pas shkite dhe masakrat ndoshin të përditshme. Dhonime, masakrat ka ndohë të përditshme. Fatkeqësisht nuk ka shumë. Fatkeqësisht shumë e madhe. Po, shku me atë asina, po. Do më thonë, për 2-3 javë, ju vetëm natën që keni mujtë me vizë. Vetëm natën, unë se disha i din, ka jam dhimja, jam ndalja, jam një disë qytetit, asë nuk e dishim, se edhe Gjakovën se këni njofë si si teren, nuk e kom gjohë. Edhe që shas harta s'ka pas në të kohë me ditë, për shamë të qytetit që shtu e një që këne... Paraprakisht me ditë, amo hisë që i denë që kisha kush, ne që u stacionum në blokën e ri, dhe këtë levizit që i bëjshim angazhimit, i bëjshim shumicën e kohës natën. Në një kohë në aton. Jo, para se me kalu, ju atje jeni vendosë në përshpia të qytetarëve? Në përshpia. Në përshpia. 2 grupe kanë qenë në Qabrat. Qabrat, po. Agroni Kryziu ka qenë në shtëpi aty, ku këm pas ditën e parë si nga stacionu, o konë me name me Abdullah Valin kalu në blokun e ri, edhe pjarë jam në kishë beshtazhini. Edhe i dull me një grup tjetër, një vend tjetër, o da në 3 grupe. Edhe me aktivitete natën të bon djemë 3, besëno, po shkanë gjithë që rinia... Njëherë, do më thonë, një në konë veç të organizum. Veç të organizim. Po, s'ka pas luftime si fillim, deri sa e kena vagru, ne se u forcu mirë. Një natë përpa asish na e tunë shkit. Na e tunë se jena ka përshpia, po, edhe komandanti Abdullah Balia Findjer një mbraume kishë shku me një pikë tjetër edhe ditën smëjke ishim me unë dhe Halili edhe 2 tjerë këna metë aty. Erdhe në shkit bashkë një farë përparem bjem në nuk pjadi, në shpi që ti përparimit i me konë. Spjadim bjem, nësë në Gjakovë shumë bjem, nësë s'pëm kujtohen, por se... Edhe i kam pak ma ndryshe. Bjem dhe shumë interesant, në puja së vërtë më fuqë. Edhe papë se budojnë këna folë me Radeli dhe thënë nëse në mbilojmë më hi edhe po bojmë luft që du, tha jo, tha se nëse bojmë luft vrasëm dikon aty, mujnë më shfaq gjatë dite masakrën popullat civile, se kishë shumë popullat civile. Si hakmarri. Hakmarri. Se ishim i vrasë, ishim 4 vetë ishin ata. Jo, ishim ma shumë. Jo, na ishim 4, po ku t'janë zaj shpritin, na gjithmonë i fitus, të infus në ato. Po, thani jo, nëse mund më të rekë, më dalë veç një shpim për mas, tha më njërë. Zhëpëm shë në për të shkalla, po është për të drumit, të zhërë, i morim krejtë të uniforma, më smëllon shenja se ka posë të shtarë të qekes atë. Ndërkohë thynë derën edhe hinë mërën ata, po na këshim harru zollën. Një zollë antitanke. Edhe qësh më shku me morën për dërmë, që kjo Halil Krasniqi tha, që po shkaj tha për marën, e tha, veç rrëni ka dishme i, që shojnë që po metojnë gjuni. Okej, e se hinë vanë u pak, tha, mos e kanë zona dishka. Ata i shikon të kontrolu, kjo im shef aty, një farqoshi, po... Mbrana një shpije veç. Mbrana një shpije, ata nërë kjo poshtë. Po qëllaj po të gjysë pëdrumi, isha, po? Po. Vesh kur dole, mirë po pështu.